në fuqishëm, cili do burr, ose mos ta përjashtojmë, o cili do gru, që i shkon menja për dhunë. Na mujna me bindë edhe me dënu, edhe shumë mirë që ka ndodhë dënimet e fundit të fuqishme. Na kajtë po pajtomi. Me mësu, me eduku qysh në fillim, nëna djalin, si që ta kolegja. As mos mi shku menja, pse duhet me shkollu vajzën edhe me investu, pikrisht që aja është, pa tham, deri dikun e bresht njëtën e saj ma pastajme, po me pas ekonominë e vetë financiare të zhvillume për këtë. Po ka shumë qifte sot pikrisht të qeje se shka po kërkujnë për jetës. Nëse një qift unë e vrej këtë element, pak është edhe të prind është pak problematike, që shisha ideal ose aja vajza, a i kish kushtet, a i kish mirë. Këkush s'po pytë sot, a ish njeri fillimisht për me jetu më ato, dhe se gjithë njerëzit e i bojnë këto. Po kushtet, se kushtet vine shkojnë, po jetë e elementi jetës. Sot edhe kushtet po i bojnë bashkë, shumica e qifteve treja, e fillojnë jetën. Qa ato elemente që i thash? Regulli që kush nga ja merë menja me ushtru dhunë në vajzë, në gru, ose në kundot, cëllin do person njëri, do të me u dënu fuqishëm për institucioneve tona, që janë gjukatat, elementet e ndryshme të regullimit shoqënor për sigurin, edhe e dyta është respekti, se respekti nasën he imponojmë me legjë. Respekti do të më koni ndërveprushëm. E dashnia e regullon respekti. Ose anasjeltas në këtë rast, edhe këtë pjesë tjera janë kretë. Pa do të me pas në shoqërinë tonë edhe elementet tjera të feminizmit, ose do të mendimeve që dujnë me qenë të shfaqshme ekstreme. Pse jo? Na do të me i pa